Në Selanik nuk erdha për të filluar një jetë të re. Kjo është gjëja e parë që duhet thënë, sepse shpesh njerëzit mendojnë se ikja nga një qytet në tjetrin, nga një shtet në një tjetër, është gjithmonë një zgjedhje. Për mua nuk ishte. Ishte thjesht hapi i fundit i një rënie të gjatë, të heshtër që kishte nisur shumë kohë më parë, kur ende besoja se gjërat e këqija ndodhin vetëm në jetët e të tjerëve. Strehe nuk është një fjalë që e kupton vërtet derisa përfundon brenda saj. Para kësaj, ajo tingëllon si diçka neutrale, gati abstrakte, një vend ku njerëzit shkojnë për pak kohë, derisa të rregullohen. Në realitet, strehet janë vende ku koha humbet formën, ku ditët nuk kanë më emra dhe netët nuk sjellin pushim. Ato janë ndërtesa të mbushura me frymëmarrje të rënda, me erë rrobash të lagura, me hapa që përpishen të mos bëjnë zhurmë, sikur edhe zëritë ishte një luks që nuk na lejohej më. Streha ku ishim ne ndodhej në një rrugë dytësore të Selanikut, jo larg nga zona e Vardarit, në një lagje që dikur duhet të ketë qenë gjallë, por që tani dukej sikur ishte harruar nga qyteti. Pallati ishte i vjetër, i ndërtuar në vitet 60 ose 70, me mure gritë nxira nga koha dhe balkone të ngushta që nuk shihnin më asgjë përveç ndërtesës përballë. Hyrja kishte një derë metalike që kërciste sa herë hapej dhe një interfon që nuk funksiononte prej kohësh. Ne ishim aty prej 3 javësh. 3 javë që më dukeshin njëkohësisht si 3 ditë dhe si 3 vite. Djali im, Arisi, ishte 6 vjeç e gjysmë, edhe pse unë vazhdoja t'i thosha thjesht 6, sepse ajo gjysma më dukej e parëndësishme në krahasim me gjithçka tjetër që na mungonte. Ai ishte më i vogël se fëmijët e tjerë të moshës së tij, jo në shtat, por në mënyrën se si shndronte, si mbante shpatullat pak të përkulura, sikur instinktivisht përpiqej të zinte sa më pak vend në botë. Dhoma jon ishte në katin e dytë, në fund të një korridori të ngushtë. Kishte 2 krevate metalik, një dollap të vogël të përbashkët dhe një dritare që hapej me vështirësi. Nga ajo dritare shihi një obor të brendshëm, ku zakonisht ishin varur rroba të njerëzve të tjerë të strehes, pantallona, bluza, çorape që lëkundeshin lehtë nga era si flamuj të vegjël të dorëzimit. Arisi nuk ankohej. Kjo ishte gjëja që më dhemte më shumë. Fëmijët duhet të ankohen, duhet të çajnë për gjëra të vogla, për lodra, për ushqim, për gjëra që nuk kanë rëndësi reale. Kur një fëmijë hesh shumë, është sepse ka kuptuar diçka që nuk duhet ta kuptojë ende. Çdo mëngjes zgjoheshim herët, jo sepse donim, por sepse zhurmat fillonin që në agim. Dikush kollitej fort në dhomën ngjitur, dikush tjetër mbyllte derën me nervozizëm, dikush fliste me zë të ulët në telefon në një gjuhë që nuk e kuptoja. Selaniku është një qytet i mbushur me gjuhë, me dialekte, me thekse që përzihen, dhe streha ishte një miniaturë e kësaj përzierje, greqisht, shqip, arabisht, rusisht, fjalë të thyera anglisht që shërbenin si ura të përkohshme mes njerëzve. Arisi rinte shpesh pranë meje, duke më mbajtur dorën ose duke u mbështetur në krahun tim, sikur kishte frikë se nëse do të largohej edhe për një moment, unë mund të zhdukesha. Kjo frikë nuk kishte ardhur nga hiçi. Ai kishte parë shumë gjëra që një fëmijë nuk duhet i shohë. Një shtëpi që boshatiset, valigje të mbushura me nxitim, fytyra të ashpra, zëra që flasin me tone që nuk lën vend për pyetje. Në stre kishte rregulla. Disa ishin të shkruara në një fletë të ngjitur pranë recepcionit, të tjera ishin të pashkruara, por kuptoheshin shpejt. Nuk duhej të pyesje shumë. Nuk duhej të tregoje shumë për veten. Nuk duhej të krijoje lidhje të forta, sepse njerëzit largoheshin pa paralajmërim, donjëherë në mes të natës, donjëherë në mëngjes, duke lënë pas vetëm një krevat bosh dhe një batanie të palosur keq. Ditët kalonin ngadalë. Shkoja her pas here në zyrat sociale, baja dokumente në një dosje plastike blu, prisja në radhë, dëgjoja emrin tim të shqiptuar gabim, përpiqesha të shpjegoja situatën tonë me fjalë të thjeshta, pa hyrë në detaje që do të hapnin plak të panevojshme. Arisi më priste në stre, duke vizatuar me lapsa të shkurtër në fletë të përdorura nga njëra anë. Selaniku jashtë ishte një qytet i bukur dhe i pamëshirshëm njëkohësisht. Deti ishte aty, gjithmonë i qetë, gjithmonë i kaltër, si një premtim që nuk ishte bërë për ne. Kur kalonim pranë shëtitores, shihja familje që shëtisnin, fëmijë që qeshnin, prindër që ankoheshin për gjëra të vogla, dhe më dukej sikur po shikoja një film pa zë, një realitet paralel ku nuk kisha më vend. Atë ditë, dita kur mbërriti sedani i zi, filloi si të gjitha të tjerat. Ishte pasdite, rreth orës 4. Drita hynte në dhomë në një kënd të çuditshëm, duke ndriçuar pluhurin që lëvizte ngadalë në ajër. Arisi ishte ulur në krevatin e tij, duke ndërtuar diçka me disa copa plastike që i kishte gjetur në një kuti lodrash të përbashkëta. Unë po palosja disa rroba, një zakon i kot, sepse nuk kishim ku t'i vendosnim siç duhet, por më jepte ndjesinë e një rutine, të një normaliteti të rrem. Pastaj e dëgjova zhurmën. Në fillim mendova se ishte thjesht një makinë që kalonte në rrugë, por zhurma nuk u largua. U afrua. Një motor i qetë, i rënd, ndryshe nga makinat e vjetra që zakonisht kalonin aty. Hapat në korridor u ndalën. Dikush hapi derën e dhomës së vet,
dhe e mbylli sërish me kujdes. Një lloj tensioni i padukshëm u përhap në ndërtesë, si një frymëmarrje e mbajtur. U afrova te dritarja dhe e hapa pak sa për të parë jashtë. Në rrugë, përpara hyrjes së strehes, ishte ndalur një sedan i zi. Ishte i pastër, tepër i pastër për atë lagje, me xhama të errët dhe një prani që binte në sy pa pasur nevojë për zhurmë. Nuk kishte logo të dukshme, asgjë që ta identifikonte menjëherë. Arisi u ngrit në këmbë dhe erdhi pranë meje. Nuk tha asgjë, por e ndjeva si më shtrëngoi dorën. Zemra mu shtrëngua pa arsye të qartë, ose ndoshta me shumë arsye që truri im nuk donte t'i pranonte ende. Sedani qëndroi aty për disa sekonda, ndoshta minuta. Koha u shtri. Pastaj një nga dyert u hap. Dhe në atë moment, pa e ditur ende pse, e kuptova se ajo makinë nuk kishte ardhur rastësisht, sedani i zi nuk u fik menjëherë. Motori vazhdonte të punonte me një zhurmë të ulët, të kontrolluar, sikur edhe makina vetë ishte e vetëdijshme për vendin ku ndodhej dhe për faktin se nuk duhej të tërhiqte më shumë vëmendje se sa ishte e nevojshme. Ajri në dhomë u bë më i rënd. Dritarja ishte ende pak e hapur dhe zhurma vinte e qartë, duke përzierë një ndjesi të çuditshme sigurie dhe kërcënimi. Nuk pash menjëherë kush zbriti. Xhamat e errët e fshenin brendësinë e makinës, dhe për një çast mendova se ndoshta askush nuk do të dilte, se ndoshta makina do të largohej ashtu siç kishte ardhur. Por kjo ishte një shpresë e kotë, e lindur vetëm nga dëshira për të mos pasur ndryshime të tjera në një jetë që tashmë ishte shkatërruar nga ndryshimet. Në korridor filluan të dëgjoheshin hapa. Jo të shpejt, jo të friksuar, por hapa të matur, sikur njerëzit po lëviznin vetëm sepse duhej, jo sepse donin. Dikush murmuriti diçka në greqisht. Një derë u hap dhe u mbill sërish. Streha kishte një mënyrë të vetëm për të reaguar ndaj gjërave të panjohura, heshtje dhe vëzhgim nga larg. Unë u largova nga dritarja dhe e mbylla me kujdes, duke u përpjekur të mos bëja zhurmë. Arisi më shikonte pa pyetur. Sytë e tij ishin të mëdhenj, të përqendruar, dhe në atë vështrim pash një përzierje kurioziteti dhe frike që më kujtoi veten time shumë vite më parë, kur ende besoja se të rriturit kishin gjithmonë përgjigje. U ula në krevat dhe e tërhosha pranë vetes. Ai u mbështet tek unë, me kokën në gjoksin tim, sikur donte të dëgjonte rajet e zemrës sime për t'u siguruar se gjithçka ishte ende në rregull. Në atë moment, kuptova se nuk ishte e rëndësishme se kush kishte ardhur apo pse. Ajo që kishte rëndësi ishte se unë isha përgjegjëse për mënyrën se si do ta përjetonte këtë moment, për frikën që mund t'i mbetej në mendje. Hapat në korridor u ndalen pranë derës son. Jo menjëherë. Dikush shndroi pak më tej, ndoshta duke lexuar numrat e dhomave, ndoshta duke pyetur veten nëse po kërkonte vendin e duhur. Çdo sekondë zgjatej më shumë se zakonisht. Streha kishte qenë gjithmonë një vend i përkohshëm, por në atë çast, ajo u shndërua në diçka tjetër, në një pikë takimi mes së shkuarës dhe diçkaje që ende nuk e njihja. Trokitja nuk erdhi menjëherë. Spari dëgjova zërin e përgjegjëses së strehes, një grua rreth të 50-tave, me flokë të lidhur gjithmonë fort dhe me një mënyrë të foluri që nuk linte shumë vend për kundërshtim. Ajo po fliste me dikë tjetër, zëri i saj ishte i ulët, por mjaftueshëm i qartë për të kuptuar se situata nuk ishte rutinë. U ngrita ngadalë dhe shikova drejt derës. Nuk e hapa. Thjesht qëndrova aty, me dorën mbi dorez, duke dëgjuar. Nga ana tjetër e derës, zërat u ndalen për një çast, sikur të gjithë po prisnin diçka. Pastaj erdhi trokitja. E qetë, jo kërcënuese, por edhe jo miqësore. E hapa derën vetëm sa për të parë kush ishte. Në korridor qëndronte një burr rreth të 40-tave, i veshur thjesht, por me rroba që dukeshin të shtrenjta në mënyrën e tyre të padukshme. Asgjë nuk ishte e tepruar, një pallto e errët, këpucë të pastra, flokë të krehur me kujdes. Sytë e tij ishin të vëmendshëm, jo agresiv, por as të ngrohtë. Pas tij, pak më larg, qëndronte përgjegjësja e strehes, me një shprehje që përpiqej të ishte neutrale, por që nuk e fshihte dot shqetësimin. Ajo më pa për një moment, pastaj shikoi burrin, sikur po i linte radhën të fliste. Ai nuk hiri. Shndroi aty në prag, duke respektuar një distancë që më bëri të ndjem njëkohësisht më e qetë dhe më e pasigurt. Vështrimi i tij kaloi shpejt nga unë te Arisi, i cili kishte ardhur pas meje dhe po më mbante fundin e bluzës. Nuk tha asgjë për disa sekonda. Pastaj foli. Zëri i tij ishte i ulët, i qartë, me një theks që nuk e identifikova menjëherë si grek, por as plotësisht të huaj. Tha emrin tim. Jo me pasiguri. Jo si pyetje, por si një fakt. Në atë moment, ndjeva sikur dikush më kishte shtyrë lehtë nga pas, drejt një humner që e dija se ekzistonte, por që kisha shpresuar ta shmangja. Askush në stre nuk duhej ta dinte emrin tim të plot. Askush, përveç disa institucioneve dhe disa njerëzve që i përkisnin një jetë që kisha lënë pas. E pyeta si mund ta ndihmoja. Fjalët dolen automatikisht, të mësuara nga vite përpjekjesh për të qenë e sjellshme në situata të vështira.
Ai më shikoi për një çast më gjatë, sikur po peshonte diçka, pastaj tha se do të donte të fliste me mua, nëse ishte e mundur në një vend më të qetë. Korridori ishte tashmë i mbushur me vëmendje të padukshme. Edhe pse askush nuk shndronte hapur për të dëgjuar, e ndjeja praninë e njerëzve pas dyrave të mbyllura. Streha ishte një vend ku privatësia ishte gjithmonë e përkohshme. Përgjegjësja ndërhyri dhe sugjeroi zyrën e saj në katin përdhes. Unë hezitova. Shikova Arisin, i cili më shtrëngoi dorën më fort. Nuk doja ta lija vetëm, as edhe për pak minuta. Burri e vuri re këtë dhe bëri një shenjë të lehtë me kokë, sikur të donte të thoshte se prania e fëmijës nuk ishte problem. Zbritëm shkallët ngadalë. Sedani i zi dukej ende nga dritarja e hyrjes, i pa lëvizur, si një dëshmi se kjo vizitë kishte një qëllim të caktuar dhe nuk do të zgjaste vetëm disa minuta. Në zyrë, ajri ishte i rënd nga letra dhe kafe e ftohtë. U ula në një karrige, me Arisin pranë meje. Burri ul përballë, duke ruajtur të njëjtën qetësi të matur. Ai nuk ngjori dokumente. Nuk prezantoi veten menjëherë. Filloi duke folur për gjëra të përgjithshme, për Selanikun, për motin, për faktin se streha bënte një punë të rëndësishme. Ishte një mënyrë e çuditshme për të nisur një bisedë që ndjehej qartë se nuk ishte as pak e zakonshme. Pastaj, pa paralajmërim, e përmendi të shkuarën time. Jo në detaje, por mjaftueshëm për të kuptuar se ai dinte më shumë se sa duhet të dinte një i huaj. Çdo fjalë e tij ishte e zgjedhur me kujdes, sikur të kishte frikë se mos thoshte diçka të gabuar, ose ndoshta se mos zbulonte më shumë se sa kishte ndërmend. Arisi po luante me zinxhirin e paltos sime, i përqendruar, por unë e dija se ai po dëgjonte gjithçka, edhe pse nuk e kuptonte plotësisht. Fëmijët kanë një mënyrë të tyre për të ndjerë tensionin, për të kuptuar kur diçka e rëndësishme po ndodh. Në fund, burri ndaloi së foluri dhe më shikoi drejt në sy. Tha se ardhja e tij nuk ishte rastësi, se Sedanizi nuk ishte aty për të më friksuar, por as për të më qetësuar. Ishte thjesht një mjet, një shenjë se diku kishte vendosur të më gjente. Dhe në atë moment, ndërsa i priste përgjigjen time, e kuptova se streha nuk do të thoshte më siguri. Ishte thjesht një ndalesë tjetër në një rrugë që nuk e kisha zgjedhur vetë. Ai nuk foli menjëherë pasi mbaroi fjalinë e fundit. Shndroi ulur përballë meje, me duart e mbledhura mbi tavolinë, duke më vëzhguar me një qetësi që më dukej e stërvitur. Në zyrë kishte një heshtje të rëndë, të ndërprerë vetëm nga një zhurmë e largët e trafikut që vinte nga rruga. Arisi kishte pushuar së luajturi me zinxhirin e paltos sime dhe tani rrinte i qetë, me shpinën drejt dhe sytë e fiksuar diku mes meje dhe burrit përballë nesh. Mendova për të kaluarën time, si për një shtëpi të braktisur. Një vend ku nuk kisha hyrë prej kohësh, por që dikush tjetër dukej se kishte çelësin. Nuk e dija saktësisht çfarë dinte ai burr, por fakti që ishte ulur aty në një strehë në Selanik, përballë meje dhe fëmijës tim, më tregonte se nuk bëhej fjalë për thashëtheme apo kishkuptime. Dikush kishte kërkuar, kishte gjetur dhe kishte vendosur të vepronte. Ai më pyeti nëse po ndihesha mirë. Ishte një pyetje e thjeshtë, pothuajse e butë, por në atë kontekst ngëlloi si diçka tjetër. Nuk ishte interes i sinqert për gjendjen time, por një mënyrë për të matur reagimin tim, për të parë nëse do të thyhesha, nëse do të nervozohesha, apo nëse do të përpiqesha të mbaja kontrollin. I thash se isha mirë. Nuk ishte e vërtetë, por ishte përgjigjja më e sigurt. Në jetë kam mësuar se e vërteta nuk është gjithmonë aleati yt më i mirë, sidomos kur përballë ke njerëz që dinë më shumë se sa duhet për ty. Ai uli pak kokën, sikur po pranonte përgjigjen time, pastaj vazhdoi. Tha se situata ime ishte më e ndërlikuar se sa dukej në letër. Se dokumentet që kisha dorëzuar, historitë që kisha treguar institucioneve, ishin të sakta por jo të plota. Jo sepse kisha gënjur, por sepse kisha lënë jashtë gjëra që mendova se nuk kishin më rëndësi. Në atë moment, ndjeva një lloj lodhjeje të thellë. Jo frikë, jo panik, por një lodhje që vinte nga fakti se e shkuara nuk të lëkurë të qetë, edhe kur bën gjithçka për ta mbyllur derën pas vetes. Mendova për netët pa gjumë, për vendimet e marra me ngut, për momente kur kisha zgjedhur rrugën që dukej më pak e dhimbshme, pa e ditur se dhimbja thjesht po shtyhej për më vonë. Ai më foli për një qytet tjetër, jo Selanikun. Për një vend ku kisha jetuar dikur, ku kisha punuar, ku kisha njohur njerëz që sot nuk doja t'i kujtoja. Nuk përmendi emra. Nuk kishte nevojë. Çdo fjalë e tij ishte si një gur i vogël që binte në një lishen të qetë, duke krijuar valë që zgjeroheshin ngadalë. Arisi u lëviz pak në karrige dhe unë i vura dorën mbi shpatull, një gest instinktiv për ta qetësuar, por edhe për të qetësuar veten. Ai nuk më shikoi, por e ndjeva si u relaksua pak në prekjen time. Në atë moment, u betova me vete se çfarë do që të ndodhte, ai nuk do të paguante për gabimet e mia, për zgjedhjet e mia, për jetën time të mëparshme. Burri më shpjegoi se kishte ardhur për të më dhënë një mundësi. Fjala mundësi më tingëlloi e zbrazët.
Ishte përdorur shumë herë nga njerëz të ndryshëm në situata të ndryshme, gjithmonë për të fshehur faktin se në të vërtetë nuk kishte zgjedhje të mira, vetëm zgjedhje më pak të këqija. Mundësia që ai përmendi kishte të bënte me largimin nga streha. Me një vend tjetër, më të sigurt, më të qëndrueshëm. Një apartament i vogël i përkohshëm, por i vërtet. Një vend ku Arisi mund të kishte një dhomë të veten, një tavolinë për të vizatuar, një dritare që shite diku tjetër përveç mureve të tjera gri. Nuk e pyeta menjëherë pse. Pse ai po bënte këtë, pse dikush tjetër do të investonte kohë dhe burime për mua. Pyetjet e tilla shpesh sjellin përgjigje që nuk je gati ti dëgjosh. Në vend të kësaj, e pyeta se çfarë do të kërkojë nga unë në këmbim. Ai buzëqeshi lehtë për herë të parë. Nuk ishte një buzëqeshje e ngrohtë, por një shenjë që ai e kishte pritur këtë pyetje. Tha se nuk po kërkohej asgjë e menjëhershme. Vetëm bashkëpunim. Vetëm gatishmëri për të folur, për të sqaruar disa gjëra, për të qenë e disponueshme kur të vinte momenti. Kjo ishte pjesa që më friksoi më shumë. Jo një kërkesë konkrete, jo një kusht i qartë, por një pritje e hapur, një borxh i paemërtuar që do të rëndonte mbi mua në të ardhmen. E dija se asgjë nuk ishte falas, sidomos jo në botën nga e cila ai burr dukej se vinte. Ai më siguroi se Arisi nuk ishte pjesë e kësaj marrëveshjeje. E tha qartë, duke e theksuar. Fëmia im sipas tij, duhet të ishte jashtë çdo lloj procesi, jashtë çdo lloj vëmendjeje. Nuk e dija nëse ti besoja apo jo, por fakti që përmendi vetë më dha një grim lehtësimi. Më dha kohë për të menduar. Jo shumë. Disa orë, ndoshta një ditë. Se dani i zi, tha ai, do të ishte sërish aty nëse vendosja të pranoja. Nëse jo, ai do të largohej dhe ne do të vazhdonim jetën tonë ashtu siç ishte, pa ndërhyrje të tjera nga ana e tij. Kur u ngrit për të larguar, e bëri me të njëjtën qetësime të cilën kishte ardhur. Nuk më dha kartë vizitë, nuk më la një numër. Tha vetëm se përgjegjësja e Streas do të dinte si ta kontaktonte. Dhe pastaj doli nga zyra, duke lënë pas një heshtje edhe më të thellë se më parë. Pasi ai u largua, qëndrova ulur për disa minuta pa lëvizur. Arisi më shikonte, duke pritur diçka. Nuk dija çfarë t'i thosha. Si t'ia shpjegoja një situatë që as vetë nuk e kuptoja plotësisht. I thash vetëm se dikush kishte ardhur për të na ndihmuar, ndoshta. Fjala ndoshta ishte e vetmja gjë e sinqertë në atë fjali. U kthyem në dhomën tonë. Strea duke e njëjtë, por unë nuk e shija më ashtu. Çdo zhurmë më duke e dyshimt, çdo hap në korridor më bënte të ktheja kokën. Sedani i zi ishte larguar, por prania e tij kishte mbetur si një hije që nuk e shkon dot lehtë. Atë mbrëmje, Arisi fjeti më shpejt se zakonisht. Unë qëndrova zgjuar, duke parë tavanin, duke menduar për mundësinë që më ishte ofruar dhe për çmimin e padukshëm që mund të vinte me të. E dija se çfarë do vendimi që të merrja, ai do të ndryshonte gjithçka. Jo vetëm për mua, por edhe për fëmijën tim. Dhe për herë të parë që nga ardhja jonë në Selanik, e ndjeva qartë se Streha nuk ishte më thjesht një ndalesë e përkohshme. Ishte pika ku e shkuara më kishte gjetur dhe ku e ardhmja po priste të merrte formë. Nata nuk solli qetësi. Edhe pse Arisi flinte i palëvizur, me frymëmarrje të rregullt, unë nuk arrita të mbyll syt për më shumë se disa minuta rresht. Mendimet vinin në val, gjithmonë të njëjtat, gjithmonë të papërfunduara. Çdo herë që përpiqesha të përqendrohesha në diçka konkrete, në zhurmat e lehta të ndërtesës, në dritën e zbetë që hynte nga dritarja, truri im kthehej te burri, te sytë e tij të qetë, te mënyra si e tha emrin tim pa hezitim. Në Stre, Nata kishte një jetë të vetën. Diku në katin e parë, dikush u ngrit për të pirë ujë. Një derë u hap dhe u mbyll ngadalë. Një fosh një qau për pak sekonda, pastaj heshti. Ishin zëra të zakonshëm, por atë natë çdo tingull më dukej i egzageruar, sikur gjithçka po më kujtonte se nuk isha më e padukshme. Në një moment, u çova nga krevati dhe u afrova te dritarja. E hapa pak, sa për të lënë ajrin e ftohtë të natës të më prekte fytyrën. Rruga ishte bosh. Dritat e pakta ndriçonin asfaltin e lagur dhe hijet e ndërtesave shtriheshin të gjata e të shtrembura. Sedani i zi nuk ishte më aty, por prania e tij dukej sikur kishte lënë një zhurmë të padukshme, një kujtim mekanik që nuk zhdukej me largimin fizik. Mendova për ofertën, për apartamentin e vogël, për një derë që mbyllej pas nesh pa zhurmat e korridorit, për një vend ku Arisi mund të linte librat e tij pa frikë se dikush tjetër do t'i prekte. Ishte një imazh i thjeshtë, pothuajse banal, por për mua ishte bërë diçka e jashtëzakonshme. Dhe pikërisht për këtë arsye më friksonte. Gjërat që duken shumë të mira zakonisht kanë një kosto që nuk shihet menjëherë. Në mëngjes, u zgjova me një dhimbje koke të lehtë dhe me ndjesinë se nuk kisha fjetur fare. Arisi u ngrit më herët se zakonisht dhe filloi të vishej pa zhurmë, sikur edhe ai ta ndjente se diçka kishte ndryshuar. Nuk më pyeti asgjë për burrin apo për makinën. Fëmijët shpesh e kuptojnë se kur pyetjet janë të padëshiruara.
Zbritëm për mëngjes në sallën e përbashkët. Ushqimi ishte i njëjtë si çdo ditë, bukë, pak reçel, çaj i vakët. Njerëzit flisnin me zë të ulët. Disa më hodhan vështrime të shkurtra, të shpejta, sikur po përpiqeshin të kuptonin nëse ajo që kishte ndodhur dje kishte qenë diçka e rëndësishme apo thjesht një vizitë e zakonshme. Në stre, informacioni qarkullon gjithmonë në mënyra të çuditshme, përmes heshtjes dhe supozimeve. Përgjegjësia më bëri shenjë nga ana tjetër e sallës. U afrova, duke lënë Arisin të ulej në një tavolinë pranë dritares. Ajo më foli i shkurt, pa emocione të dukshme. Tha se burri ishte larguar nga qyteti përkohësisht, por se do të kthehej. Tha gjithashtu se, nëse vendosja të pranoja, gjithçka do të organizohej shpejt. Shumë shpejt, theksoi ajo, sikur koha ishte një faktor që nuk mund të shpërfillet, e pyeta nëse ajo dinte më shumë. Ajo tunte kokën lehtë, duke më bërë të kuptoja se edhe ajo ishte vetëm një hallk në një zinxhir më të gjatë. Nuk kishte gjykim në sytë e saj, vetëm një lloj distance profesionale që e kishte mësuar ta ruante prej vitesh. Gjatë ditës, përpiqesha të sillesha normalisht. E çova Arisin në një park të vogël jo larg strehes, një nga ato hapësira të vogla urbane që duken si ishuj të vegjël gjelbërimi mes betonit. Ai luajti për pak kohë, por vëmendja e tij shpesh kthehej te unë, sikur po kontrollonte nëse isha ende aty. E kuptova se edhe ai e ndjente pasigurinë time, edhe pse nuk e dinte burimin e saj. Ndërsa ai rrëshiste në një rrëshitse të vjetër metalike, mendova për jetën para Selanikut. Për vendet ku kisha jetuar, për njerëzit që kisha lënë pas, për vendimet që më kishin sjellë këtu. Nuk ishte një histori dramatike me ngjarje të mëdha, por një seri zgjedhjesh të vogla, kompromisesh, momentesh kur kisha menduar se po bëja gjën e duhur. Në fund, rezultati ishte ky: një stre, një fëmijë që mbështetej tek unë për gjithçka, dhe një burr i panjohur që ofronte ndihmë pa e quajtur ndihmë. Në mbrëmje, u kthyem në dhomë dhe fillova të mblidhja disa gjëra në mënyrë instinktive. Jo sepse kisha marrë një vendim, por sepse mendja ime po përgatitej për ndryshim. Çdo rroba e palosur ishte një pranim i heshtur se qëndrimi ynë aty po i afrohej fundit. Arisi më pyeti nëse do të largoheshim nga ajo ndërtesë. Pyetja e tij ishte thjesht, e drejtë për drejtë, pa frikë. I thash se ndoshta po. Ai mendoi për pak sekonda dhe pastaj tha se do t'i mungonte dritarja. Ajo dritare e vogël, që shite vetëm mure dhe rroba të varura, ishte bërë pjesë e botës së tij. Kjo më goditi më fort se çdo gjë tjetër. Atë natë mora vendimin. Jo sepse isha e bindur se ishte zgjedhja e duhur, por sepse qëndrimi ishte bërë i pamundur. Streha kishte qenë një mburoje përkohshme, por tani ishte shndërruar në një vend ku e shkuara mund të më gjente sërish. Dhe unë nuk mund ta lejoja këtë, jo me Arisin pranë meje. Të nesërmen në mëngjes, i thash përgjegjëse se isha gati të pranoja. Ajo nuk u habit. Vetëm bëri një telefonat të shkurtër, dhe më tha të isha gati pas dite. Se Dani i zi do të kthehej. Kur dola jashtë për të marrë ajër, pash rrugën përpara strehes dhe mendova se sa e çuditshme ishte jeta, një vend që kishte qenë shpëtim për disa javë, tani po bëhej diçka nga e cila doja të ikja sa më shpejt. Dhe ndërsa prisja, e dija se ajo makinë e zezë nuk po vinte thjesht për të na marrë. Po vinte për të na çuar drejt një kapitulli që ende nuk e shija qartë, por që ndjeja se do të kishte pasoja të thella. Dita ishte e ngrohtë, por jo e zakonshme për janarin e Selanikut. Ajri mbante ende aromën e lagështirës së rrugës dhe të detit larg, një kujtesë e heshtur se qyteti nuk pushon kurrë, edhe kur strehat dhe ndërtesat e vjetra duken të ngrira në kohë. Kur u ula në trotuar, pranë sedanit të zi, e ndjeva praninë e tij si një lloj tensioni fizik. Burri ishte ulur brenda makinës, heshtur, duke pritur që unë të afrohesha. Nuk kishte buzëqeshje, as udhëzime, vetëm një pritje e qetë që të bënte të kuptoje se çdo gjë që ndodhte nuk ishte rastësore. Arisi mbante dorën time fort, sikur në çdo çast të mund të zhdukesha. Shikimi i tij, i qartë e i pafajshëm, më kujtoi një të vërtetë që shpesh e harrojmë. Për fëmijët, siguria nuk është luks, por një nevojë ekzistenciale. Një vendim që mund të duket i thjeshtë për një të rritur, por ta mund të ndryshonte gjithçka. Makina u hap. Burri nuk foli, por i dha një shenjë dorës që të afrohesha. Zgjodha të futem brenda, Arisi u ngjit pas meje. Sedani ishte i ftohtë nga jashtë, por brenda një ngrohtësi neutrale mbante gjithçka në vendin e vet. Ishte e qartë se nuk ishte luks, por një mjet i menduar për një qëllim, lëvizje, largim, mundësi. Rrugët e Selanikut kalonin shpejt në xhamat e errët. Nuk flisja. Arisi mbante kokën mbi shpatullën time, duke përsëritur gjithçka që po ndodhte pa e kuptuar plotësisht, dhe ndonjëherë kapte detaje që mua më shpëtonin. Ndërsa makina ecte, pash lagjet, pallatet, parqet e vogla që tash më ndiheshin si kujtime të një tjetër jete. Një pjesë e imja ndjeu dhimbje, një pjesë tjetër një lehtësim të heshtur, si të kisha marrë frym, pas një kohe të gjatë që nuk e kisha ditur se e mbaja mbërthyer. Ai nuk foli gjatë rrugës.
Shikimi i tij ishte i qartë, jo kërcënues, por mbante një vendim të brendshëm. Nuk kishte nevojë për fjalë. Pash në sytë e tij një gjë të rrallë, njohje respekt dhe një farë kujdesi të matur. Ishte si një qartësi e thjesht, mundësia ishte reale, por nuk ishte dhuratë, nuk vinte pa kosto. Çfarë do që të ndodhte më pas, ne duhej të jepnim përgjigje. Kur makina ndaloi përpara një ndërtese të vogël të qetë, pa zhurmë, burri u ngrit dhe hapi derën. Një apartament modest, por i pastër i organizuar, me një dhomë të veçantë për Arisin, me një dritare që shihte diçka tjetër përveç murit të pallatit përballë. Ishte e qartë se nuk ishte një vend për një jetë të gjatë, por për fillimin e një kapitulli të ri. Asgjë nuk ishte e dhënë pa kushte, por gjithçka ishte e mundur. Arisi hapi sytë dhe u habit nga hapësira. Nuk tha asgjë për disa sekonda. Unë e përqafova fort. Në atë moment kuptova se gjithçka që kishim kaluar, çdo hap i errët, çdo natë pa gjumë, çdo pritje pa qartë, kishte ndihmuar që të arrinim këtu. Nuk ishte përfundimi i historisë, por fillimi i një mundësie reale, burri dha disa udhëzime për të ardhmen pa imponime. Nuk kishte kërcënime, nuk kishte detyrime të fshehta, vetëm informacion që duhej të merrej në konsiderat. Ai nuk do të qëndronte gjatë, por do të sigurohej që ne të kishim hapësirën për të filluar. Për një moment, pash brenda tij një gjë që nuk prisja, një lloj lehtësimi që gjithçka po shkonte sipas planit të tij, si duhet. Sedani i zi u largua pa zhurmë. Nuk kishte pasur ndonjë fjalë dramatike, as moment të madh heroik. Vetëm një lëvizje e qetë, një dorëzim i heshtur i një mundësie që mund të ndryshonte jetën tonë. Dhe unë, për herë të parë që nga ardhja jonë në Selanik, ndjeva se mund të shikoja pak më larg se nesër, se nuk ishte më thjesht përballje me pasigurinë, por një hap drejt diçkaje të mundshme. Arisi ul pranë tavolinës së vogël, duke ndjer hapësirën për të dhe filloi të vizatonte. Nuk kishte rëndësi çfarë vizatonte, vetëm fakti se mund të bënte diçka pa frikë se do të ndërpritej. Një detaj i vogël, i zakonshëm, por i jashtëzakonshëm për ne. Dhe ndërsa nata binte mbi Selanik, unë qëndrova pranë tij, duke ndjer për herë të parë një qetësi që nuk vinte nga mungesa e frikës, por nga pranimi i mundësisë. Historia jonë nuk ishte mbaruar, nuk kishte një përfundim dramatik, por kishte marrë një drejtim tjetër, një mundësi të vërtet për të jetuar pa u ndalur vetëm nga e shkuara. Dhe për herë të parë, e ndjeva që Arisi dhe unë mund të kishim një fillim të ri, një vend ku të shikoje dritën dhe të ndjeshej i mbrojtur, edhe pse bota jashtë nuk ndryshonte.